Në të gjitha qenjet e shëndetshme, midis dy hemisferave të trurit, ndodhet ajo që quhet epifiza, apo gjendra pineale. Madhësia e saj është sa një kokër bizele, por ndikimi që ajo ka në organizëm është i jashtëzakonshëm. Në të gjithë civilizimet e lashta anë mban botës, gjejmë simbole të njëjta, të cilat i mbanin zota të ndryshëm, dhe një prej tyre është simboli i borxhës pishës. Të gjithë kemi mbajtur në dorë borxhe pishe, pa e ditur se civilizimet të lashta, pavarësisht distancave të mëdha, e kishin një simbol të rëndësishëm, simboli i rigjenerimit, shërimit dhe ç'është më e rëndësishmja, simboli i ndriçimit. Shpesh raca Anunnaki është treguar me borxhe pishe në një dorë dhe në tjetrën mban një çantë të vogël. Se çfarë mban aty brenda ta sqarojmë një herë tjetër. Në anën tjetër të Oqeanit Atlantik gjendet një perëndi tjetër, që quhet Quetzalcoatl, që do të thotë 7 gjarprin, dhe që e perëndesha e bukës dhe e pijes. Kjo perëndesh është paraqitur me borxhe pishe në dorë, njësoj si mijëra kilometra larg nga Anunnaki. Rastësisht, dy zota mbajnë në duar borxhe pishe, mijëra kilometra larg njëri tjetrit. Dionisi, zoti grek i verës dhe i gëzimit, paraqitet me një shkop të quajtur Tirsus, në majën e të cilit ndodhet borxha e pishës. Ky shkop që një rëndësi të veçantë, se me anë të tij mund të krijojë bukë dhe pije sipas mitologjisë. Nga toka mund të merrë bukë, verë dhe ujë. A mund të jetë kjo një metaforë për një aset të fuqishëm që kishte kjo qenie hyjnore? Dionisi që e perëndia e verës, ekstazës, festës, shpjellorisë dhe teatrit. Ai që një nga zotat më të dashur dhe më të çuditshëm të panteonit grek, shpesh i lidhur me shpërthimin e ndjenjave dhe shturjen e rregullave sociale përmes festimeve dhe ritualeve ekstazike. Shkopi i tij përdoret shpesh nga menatat, të cilat janë ndjekësit e Dionisit, në ritualet e tyre të egra. Simbolizon fuqinë krijuese, por edhe shkatrimtare të natyrës. Në disa variante, besohet se kishte fuqi magjike dhe mund të shkaktonte ekstaz apo çmenduri. Më vonë kemi variantin romak me emrin Bacchus në vend të Dionisit, dhe që në Rom që zoti i verës. Në emër të tij organizoheshin ato që quheshin bakanalje, të cilat më vonë u ndaluan si rezultat i degenerimit të orgjive të tyre. Bacchusi mbante një shkop me borxhe pishe në maj. Osiris, një nga zotat më të rëndësishëm të Egjiptit, shpesh paraqitet me shkop që në maj ka borxhen e pishës, e rrethuar nga 2 gjarprinj. Duke ndjekur rrjedhin e kohës, shkojmë tek Kaducei, ose shkopi i Hermesit, zotit grek, gjallë si 2 pika ujë, si shkopi i Osirisit. Nuk ka asgjë të çuditshme, sepse Hermesi është versioni grek i zotit egjiptian Tot. Sot përdoret si simbol i mjekësisë. Edhe shkopi i Asklepit kishte të njëjtin simbol, pavarësisht që qe me një gjarpër të përdredhur. Asklepi që djali i Apollonit, një shërues i mrekullueshëm sipas mitologjisë. Le të hidhemi në lindje tek hinduizmi dhe budizmi. Edhe këtu qenet hyjnore paraqiten me borxhet e pishës në dorë, dhe kanë shkuar edhe më larg, kanë ndërtuar tempujn në formën e borxhes pishës. Le të kthehemi në Vatikan, aty ku ndodhet skulptura më e madhe në botë e borxhes pishës, Fontana della Pigna, shatrivani i borxhes pishës. Aty ndodhet një skulpturë e borxhes pishës 4 metra e lartë, pre bronzi, e vendosur në 1608, pas shkopit të Dionisit, Hermesit dhe gjithë zotave të lashtë që mbanin borxhen e pishës, edhe papa mban tek shkopi i tij borxhen e pishës, e cila mund duket pak e vogël dhe jo si borxhe pishe. Të jetë rastësivall, rastësi të jetë gjithë skulpturë e borxhes pishës prej 4 metrash? Çuditërisht, edhe masonët tek simbolet e tyre përdorin borxhen e pishës. Por çfarë simbolizon borxha e pishës dhe ç'lidhje ka epifiza me ta? Ç'është gjendra pineale? Përse ka formën e borxhes pishës dhe quhet edhe syri i tretë? Quhet syri i tretë sepse është i vetmi organ në trupin ton, përveç syve, që ka receptor për marrjen e dritës dhe që në një farë mënyrë shikon. Ndikon në trupin ton duke përgatitur për gjumë apo për zgjim, duke lëshuar apo paksuar hormonin melatonin, që ka një funksion të brendshëm të orës biologjike. Ky është një nga funksionet. Kjo gjendër gjendet thellë midis 2 hemisferave të trurit dhe është e vështirë të shikohet veprimtaria e saj.
Kjo gjendër shndron elektroimpulset e trurit, pra transmetuesi nervor serotonin në hormonin kimik të quajtur melatonin. Duke zvogëluar drita, epifiza lëshon melatoninën dhe fillon procesi i gjumit. Më shumë dritë, më pak melatonin dhe fillon zgjimi. Gjithashtu, gjendra pineale është e rëndësishme tek sistemi riprodhues tek qenet e gjalla. Pavarësisht se në shumë kultura atë simbol i gjendrës pineale lidhet me ndriçimin, shumë e shikojnë si një simbol me anë të cilit mund të arrish në vetdije të larta të ndërgjegjës dhe të arrish komunikime me botë të tjera që i fshihen syrit tonë. Thuhet se gjendra pineale është vendi ku qëndron shpirti ynë. Kulturat lindore thonë se simboli i gjarprit është simboli i energjisë kundaline tek gjithë qenjet e gjalla. Kundalini është një fjalë sanskrite që nënkupton energjinë hyjnore. Sipas traditës, çdo qenie njerëzore ka 7 çakra, që nënkupton rrethe me kulmin e tyre që është çakra e kokës. Ndryshimi deri tek çakra e 7 vjen nga çakra me emrin Aina, që sipas mësimeve hinduiste është syri i tretë, gjendra pineale, vendi ku prodhohet molekula e famshme DMT, dimetiltriptamina, për të cilën do të flasim pak më poshtë. Molekula më e fortë në natyrë. Është një molekulë përgjegjëse për shumë përvoja mistike. Thuhet se gjatë procesit të vdekjes, ambienti mbushet me këtë molekulë, duke krijuar një përvojë të papërshkrueshme ku njerëzit në prag vdekjeje flasin me zotat, qenjet e tjera, bile edhe me njerëzit e tyre të vdekur. Është një molekulë kaq e fortë sa mund të krijojë një botë në dukje reale, duke mos patur asnjë dallim nga realiteti që përjetojmë. Në hinduizëm përmenden 7 çakra dhe energjia që ngjitet në mënyrë spirale në trup me simbol gjaprit e shkopi i zotave dhe ai mjekësisë. Thash pak më parë se lart zoti i fisëve në Meksik quhet Quetzalcoatl apo 7 gjaprit që merr kuptim duke ditur 7 çakra. Të gjithë civilizimet e lashta kanë patur dije të përparuara që s'kan të bëjnë fare me teknologjinë e sotme. Ka disa lloje teknologjisë, si biologjike dhe energjetike, ku nevojitet vetëm trupi ynë dhe mundësitë e trurit. Ne kemi në kokë një mjet që nuk ja dim kufit e vërtet, ose më saktë nuk na lën. Duke punuar në YouTube apo TikTok, nuk shfrytëzojmë as 5% të aftësisë së trurit. Dhe le të kalojmë tani tek DMT-ja, molekula e ndaluar, dimetiltriptamina. Në natyrë dhe tek qenjet njerëzore gjendet një molekulë që është jashtëzakonisht e veçantë dhe që quhet dimetiltriptamina, ose molekula shpirtërore DMT. Kjo molekulë është e pranishme tek bimët, tek kafshët, në të gjithë rruzulin, por asnjë nuk e di se përse shërben ajo, pavarësisht se ka një ndikim të madh në vetdijen tonë. DMT është një substancë përgjegjëse për përvoja mistike. Civilizimet e lashta të rasës njerëzore kanë pasur disa udhëheqës të quajtur shaman, magjistar apo udhëheqës shpirtëror. Kemi dëgjuar për pritërin druid apo mësues keltëve të lashtë. Këta ishin njerëz që komunikonin me shpritra dhe zota. Por si është e mundur? Si është e mundur të komunikosh me një botë padukshme? DMT-ja krijohet në mënyrë të natyrshme në trupin tonë në sasi të vogla, si neurotransmetues në grupe triptamine. Triptaminat janë alkaloid që ngjiten në të gjitha bimët dhe kafshët dhe sintetizohen natyrshëm nga aminoacidi me emrin triptofan, që gjendet veçanërisht në natyrë. DMT është një neurotransmetues shumë i ngjashëm me neurotransmetuesit e tjerë, si melatonina, që rregullon ciklin e fjetjes, dhe serotonini, që quhet dhe hormoni i gëzimit, mungesa e cilit çon në depresion. Megjithëse ka një ndikim të jashtëzakonshëm në vetdijen dhe trurin tonë, DMT-ja është ndaluar në pjesën më të madhe të botës. Përse? Një nga arsyet është se kur DMT futet shtesë në trup, transformohet në substancë më halucinogjene që njeh raca njerëzore. 8 receptorë të trurit janë të programuar për DMT, dhe kur kjo e fundit futet në trup, fillojnë të ndodhin gjëra mjaft të çuditshme. Të gjithë shamanët apo priftërin druid përdorin DMT dhe kjo traditë vazhdon edhe sot në rretha okulte në përgjithësi. Traditë më të fortë e ruajnë shamanët e Amerikës së Jugut, ata që quhen dhe udhëheqës shpirtëror. DMT-n e marrin nga bim
psikoaktive që përmbajnë DMT. Kjo bimë quhet ayahuasca, që sipas indianëve nënkupton shpirtin e të parëve. Në një nga veprat e tij, David Icke tregon se ka kaluar këtë përvojë në Brazil. Përse është kaq e veçantë kjo molekulë? Kjo molekulë krijon një realitet aq të fortë dhe të fuqishëm sa që truri ju nuk arrin dot të dallojë realitetin nga halucinacioni. 15 minuta të duken si vite të tëra, të cilat jeton në botë tjera që nuk i shpjegon dot po se provove. Në atë gjendje, të gjithë njerëzit qofshin këta shaman, pritërin druid, apo çdo qenie tjetër e gjallë njerëzore, pavarësisht besimeve fetare apo distancave të mëdha midis tyre, vinë në kontakt me qenie të botëve të tjera. Mos ndoshta kjo është një gënjeshtër. Njeriu i parë zyrtarisht që studioi molekulën DMT është doktori psikolog amerikan Eric Strassman. Ai punoi me vullnetar që morën DMT nga 1991 deri në 1995 dhe rezultatet që na shokuese sa e quajti DMT molekula shpirtërore. Pacientët deklaruan se komunikuan me engjëj, me qenie që i quajnë mësuesi, si dhe me jashtëtoksor. Rezultatet qenë të njëjta. Komunikime me qenie pozitive dhe dashamirëse, të cilat ju uronin mirëseardhjen në botën e tyre. Qenie drite apo të ngjashme me engjëj. Shpesh qenie që si fëmijë të vegjël që kërceni përreth duke bërë pyetje të tilla. Pse nuk vini më shpesh? Qenie dukeshin si insekte mekanike dhe komunikimi nuk bëhej me zë, por nëpërmjet ngjyrave në kristale të ndryshme. Të gjithë pacientët thanë se nuk ishin në gjendje të përshkruanin botën në cilën u ndodhen. Vetëm duke qenë prezent mund ta kuptosh. 99% e tyre deklaruan se kjo që përvoja më e fortë që kanë patur në jetë, e cila ju ka ndryshuar gjithçka. Kush kishte qenë ateist, hoqi dorë. Disa prej tyre nuk qenë gati për këtë eksperiment dhe si rrjedhoi patën kriza paniku për një kohë gjatë. Përse natyra e prodhoi një molekulë të tillë? DMT-ja është molekula që sqaron gjithë takimet me jashtëtoksor gjatë gjithë historisë sonë dhe që e prodhon epifisa apo gjendra pineale. Duket se civilizimet e lashta qenë në dienitë e saj dhe vetë paraqitja e saj si sy në hieroglife është bazuar me syrin e Horusit, simboli i lashtë egjiptian. Syri simbolizonte mbrojtje, shërimin, rigjenerimin nga forcat e këqija, të gjalla apo jo. Te kulturat e lindjes quhet simboli i syrit të tretë në ballë. Tek ne vjen gjatë lindjes dhe lëshon trupin në momentin e vdekjes, sipas pacientëve që kanë përjetuar vdekje klinike. Gjatë gjumit, DMT krijon ëndra kaq reale sa që me të drejtë pyesim kur zgjohemi, a ishte e vërtet? Për truri, realiteti është ëndra në të cilën ndodhemi. Sa më e madhe të jetë sasia e DMT-s gjatë gjumit, aq më i madh është projeksioni astral, yjor. Megjithse kalojmë 1/3 e jetës në gjumë, kjo ka kuptimin e vet. Asnjë nuk e di se përse ekziston DMT-ja. Një teori thotë se DMT është molekula shpirtërore që bashkon lidh gjithë qenjet e gjalla në botët mbi ne. Sipas fizikës kuantike, kjo botë që ne na duket reale nuk është i vetmi realitet, por një iluzion i zakonshëm në të cilin jemi burgosur një trup fizik, ku truri ynë dekodon vetëm një realitet që vibron vetëm në këtë nivel. Varianti tjetër thotë se DMT e bimëve lidh gjithë qenjet në një simbiozë universale. Shumë njerëz gjatë përdorimit të DMT-s kanë humbur frikën nga vdekja, sepse gjatë komunikimeve me qenjet e tjera kanë kuptuar se kjo jetë është vetëm një fazë ekzistence, sepse vdekja si vdekje nuk ekziston. Thjesht kalohet në një fazë apo nivel tjetër ekzistence. Mos ndoshta krijuesi krijoi këtë molekullë si një mjet lidhje me nivele tjera ekzistence. Sipas shkencëtarëve, efektet e DMT-s ndodhin vetëm në tru. Përse njerëz që nuk e njohin fare njëri tjetrin kanë halucinacione të njëjta, duke ditur që ato janë personale? Qenjet që vinë në këtë planet nuk vinë domosdoshmërisht nga një planet tjetër, por ka nga ata që ndryshojnë realitetin kur hyjnë nga një dimension në një tjetër. Këto qenie janë këtu dhe mund të jenë prezent përreth nesh në këtë moment që po flasim. Ne jemi të dizenjuar të mos i shohim. Për të hulumtuar botë të tjera, duhet zhvillojmë teknologjinë
për të përshkruar hapësirat të pamata. Por ndoshta ne mund të kemi teknologjinë për diçka të tillë dhe nuk ja kemi iden. Kjo teknologji quhet truri dhe lënda djegëse është dimetiltriptamina. Mos harroni, ndodheni tek bota e fshetë, ku realiteti është fantastik. Deri tek emisioni i radhës, tung.